Gjinar Elbasan, shiheni se çfarë mrekullie është, sa e bukur është zona. Më duhet të vendos kaskën si mas sigurie. Gjinari vetë është 900 metra lartësi, po aktualisht jemi duke shkuar te Agai, që duhet jetë diku te 1300-1400 metra lartësi, ndërkohë që maja më e lartë përballë është 1800 metra. Ky është një prej sporteve interesante në zonën e Gjinarit, të ecësh me motorët me 4 rrota. Është 3 kilometra nga rruga automobilistike deri tek Agai, që është një agroturizëm, dhe bëhet rreth 20 minuta. Ki parasysh që Gjinari është një nga zonat malore të Elbasanit, është pjesë e Shpatit, e zonës Shpatit, mbi 40 fshatra, zona malore e Elbasanit, dhe njëkohësisht një nga zonat e rralla ku ndahet Toskëria me Gegërin. Shpati është zona, normalisht është lumi Shkumbin që i ndan, po Shpati është zona ku praktikisht burrat dhe gratë kanë zakone dhe veshje edhe të Toskërisë, edhe të pjesës së Gegërisë. Gjëja më interesante është që kjo zonë ka qenë kriptokristiane, pra banorët e kësaj zone deri vonë kanë pasur 2 emra, një emër musliman dhe një emër ortodoks. Emri ortodoks, dhe shkonin dhe në xhami edhe në kish, emri ortodoks i mbronte nga të marrit ushtar, zabit, në Perandorinë Osmane, ndërsa emri musliman i lejonte të mos paguanin taksat, po ashtu në Perandorinë Osmane. Zona është njohur që shumë herët si zonë turistike, është për arsye të klimës jashtëzakonisht kuruse, por vitet e fundit është rregulluar dhe më shumë me projektin e 100 fshatrave, ka rreth 15 taverna, edhe 15 tjera janë duke u ndërtuar. Tani po i afrohemi një zone ku është një prej tavernave më të izoluara. Ki parasysh jemi duke ecur prej gati 20 minutash në një rrugë off-road. Nga rruga tash është 3 kilometra, por shumë e vështirë për të arritur. Ndërkohë që ja arritëm, besoj, agroturizëm Agai. Tu paska akoma ujë. Tani duhet marrim kthesën për të Agai. Sa të vështirë këta motorra. Gjithmonë të vështirë këta, por shumë bukur. Zona e Shpatit, fshati vetë është 930 metra, këtu jemi mbi 1300 besoj. Do pyes tamam sa është. Janë zona e Gjinarit ka 9 fshatra, njësi administrative, ndërsa i gjithë Shpati ka 40 fshatra, ka qenë zonë e thellë malore e palidhur me rrugë, ndërkohë që këtu keni disa kisha të rralla. Njëra për tyre, kisha e Shelcanit, është kish e mbi 500 vjeçare, e pikturuar nga Onufri dhe djali i tij, Nikolla, me të kuqen tipike të Onufrit. Është spektakolare. Është një nga gjërat që duhet ta vizitoni patjetër, sepse ka një skenë të darkës fundit, një skenë të puthjes Judës me Krishtin dhe njëkohësisht një krisht me 3 fytyra pikturuar nga Onufri. Bujtinat janë shumë popullore në zonë, zona e Elbasanit vjen gjithashtu ditën e verës. Tani u afruam tek Agai. Rrugë e vështirë ishte, në kthim do marrim një jeep off-road. Duhet shoft në celular se sa është lartësia këtu. Arritën tek zona e Agait. Paska dhe bujtina. Paska dhe bujtina vogla. Edhe mu duk ka një si poligon, bëse di se është. Këtu do shohim dhe kulinarin e fshatit. Zona që nga shumë e bukur. Shohim tani ku duhet hym. Po ndaloj në derë të Agait.
Unë këtu s'besoj se ka dhe energji elektrike. Duhet ta çoj në neutral. Ta bllokoj. O, sa e bukur ishte. 3 kilometra kjo. Për të ardhur këtu jam tek Agaj. Tashti duhet ta fik motorin. Duhet shoh çfarë lartësie jemi, sepse nuk e dalloj dot në çfarë lartësie jemi. Sipas altimetrit tim, këtu jemi 1192 metra, 1200 metra lartësi, do të thënë gati mbi plajën e Dajtit, i gjithi rreth rrotull pyll me pisha. Këtu do shohim edhe pjesën e gatimeve tradicionale të zonës. Shumë e bukur. Si kalove? Mirë se t'gjeta. Si kalon? Mirë? Sa bukur qeka. Sa është? 1200 metra lartësi, e? 1200 metra lartësi. Po, me generator vetëm? Për momentin po. Energji s'ka? Nuk ka pas. Për momentin do vinë, do vendos dhe panelet. Do vendos dhe panelet gjitha. Po qa ke bujtin edhe... Jo, për momentin është vetëm restoranti. Vetëm restoranti. Këto nuk punojnë, apo ato janë për... Aty rri vetë. Kohën që rri këtu më shumë, pastaj po pres lejen që të vendosë dhe vilat. Sa bukur do jetë tu, po sa është lartësia sipër fare? Është 1831. 1831? Aty ku është bora. Ku është bora sipër? Po ka shtigje për të ecur? Po, ka. Kanë bërë, edhe vinë goxha turistë. Është e markuar. Çfarë mrekullie. Është e markuar. Është e markuar e gjitha, a? Është e markuar. Ka tabela që të orientojnë deri në majt. Shiheni pak pamje, çfarë pamje që ka pjesa e sipërme, është mrekulli fare, shive. E gjithë pjesa. Po aty banon vetë? Po. Po si ja bën apo prap me kështu generator? Me panele diellore i kam nga këto të vogla dhe nizën fikën, mi kanë karikohen. Sa të karikosh gjërat. Po. Ngrofja me dru. Me dru. Po 3 kilometra nuk është shumë, edhe më ushtru, kjo nga qendra e Gjinës. Po i pash tabelat ishin shumë bukura. Kam vendosur edhe për plerat dhe për këto që mund futin dhe lurina. Po, e pasha dhe mbajeni pastër. Po atje ka qenë është një vend i mirë që përdorin këto të zonës. Është po. Quhen si vend i shenjtë. Si vend i shenjtë. Po, si vend i shenjtë. Po çfarë bukurie që nga këtu. Pamja është spektakolar. Mirë se djeta. Mirë se keni ardhur gjithë. Bukanik vjen nga Slavishtja, a ishte. Bukanik? Bukanik. Është nga Slavishtja, a ishte. Këtu jemi në kufirin e pishës dhe të ahut. Si e? Mirë, si kalon, si ke qenë? Mirë. 1250 metra. Ka plus minus. Nga Agaj në Gjinar, 1200 metra lartësi, është çfarë mrekullie. Komplet, në mes të asgjës për të ardhur këtu.